Përshëndetje. 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 Përshëndetje, Lavine. Eugena, në 2019 në 4 nëntor, ti ke humbur vajzën tënde, të cilës 4 ditë para se të lite, të cilës ja vure dhe emrin Luna, e pagëzove me emrin Luna. Ç'a ndodhi? Unë meta shtatzan në muajin shkurt 2019, kisha due date, ditën e linjës me 8 nënor 2019, ishte një shtatzanim fantastike, shumë e mirë, pa problematika, nga ana mjekësore, nga ana jeme psikologjike, fizike, unë punova deri në fund saj, kështu që ishte çdo gjë okay, edhe po e prishim me gëzim artjen e bebës, Lunës, deri ku 4 ditë para datës, unë, domethënë, në qësë fillova të shikosha që diçka ishte off, se nuk e dëgjosha shumë beben duke lëviz të barku. Edhe normalisht si mam, ti je mam nga momenti që me shtatzan, edhe ke ato shqetësimet, edhe njerëzit edhe minimizojnë, është okay, jam i sigurt, thotë bashkëshorti, se normal me atë shpresha në fillim, çdo gjë është okay, deri aty ka darka, domethënë ku vendosim të shkoshim në spital edhe të bashim një kontroll. Edhe kur shkome në spital, domethënë ato na futën direkt për të bërë vizitat, mamia nuk arrite të gjete rrahjen e zemrës bebes me Doppler, ato kanë thjesht një mjet që vehet të barku dhe një gjohet rrahja zemrës. Atëherë thirrën normal doktoreshën, mjek të tjerë që erdhën edhe na komunikuan që fatkeqësisht bebja nuk ishte më rrahje zemrës. Çfarë kujton atë momenti? Ai moment që e morë vesh se imagjinoj, pra ti ishe gati 9 muajshe. Po, unë isha 9 muajshe, domethënë kalove 3 muajshin e parë të rrezikut. Hajde 5, në muajin e 9, kur ti shkon atje me barku 9 muajsh dhe të thonë që si e kujton atë moment? Ai moment ka qenë funja botës, domethënë bota shembet një tërmet gjigant mbi gjithçka që ti ke domethënë punu